parti, nuk mund ta kthesh nga partia Kunatit në partinë e djalit. Sepse kur u bë G29 në 2021, ç'a ishte djali vetë që bënte gjithë rakordimet e familja vetë se kush do zgjidhet aty. Edhe Këshilli Kombëtar për të 2022 u zgjodh nga familja. Pra që do të thotë ti po e çon drejt familjes, po e zvoglon. Tash i dy janë arsyet, sepse ky e bën me qëllim, nuk është se ky po e bën nga padia këta. Atëherë i kthehemi analizës. Ora ky e ka mision që në të njëjshin që kur të largohet do ta varros këtë, dhe do të marrë emrin doktor Katovica, patjetër që do e marrë. Unë s'mund ta them me bindje sepse duhet kemi një sër argumenta të fortë, pavarësisht se kam argumenta, them që nuk i kam aq mjaftueshëm sa dalet ja them me bindje të plot. Unë kam bindjen e plot. I Matja ka thënë në majt 91, që unë e merr me vete. I Mat në majt 91 i ka thënë, ore, kupton që një ditë ti do përfundosh keq se për ty do luhet Maria Oktober, majt 91. Krasin që po i bën demokracisë do të luhet Maria Oktober. Dhe të lush Maria, do t'i luhet një ditë Maria Oktober. Dhe ky do marrë përgjegjësi shumë të mëdha. Pse? Se janë akte tradhtie, nuk janë akte thjesht shkeljes drejtës e aleses të mia të dikujt. Janë akte të rënda tradhtie ndaj demokracisë që futen deri në cënimin e një sigurisë kombëtare dhe të ardhmës një vendi. Deri në cënim sigurisë kombëtare? Patjetër që si s'futet cënimi i sigurisë kombëtare. Po të arrish ti të dëmtosh njërin nga kratë, pozit opozit. Nëse ti ve një balans kudo, pozitivja dhe negativja janë çështje që burojnë nga universi dhe nga çështje smirëfillti funksionimit natyrës, dhe shoqëria i kopjon. Patjetër, armiqtë tanë ku ta gjenin që ky vend ishte pa alternativë. Nuk mund të funksionojë demokracia pa dy pole. Të paktën dy pole. Dhe më klasike është funksion, unë jam partizan i funksionimit dypolar. Dhe ajo çfarë ka pretendon tjetra është rasti më i mirë është që ky ta bëjë për mbrojtjen e familjes vet, që nuk ka edhe familja vet. Sado që ta mbulosh do shkoj. S'm duket, jo ky varianti i dytë nuk më duket mua. Pse s'm duket që po i ndodh ndonjë gjë atyre nga kjo drejtësia e re, kështu që është çështje frikës, unë po i ndodh. Fare. Unë besoj te kjo e parë. Breshtin e run roja e run frika. Unë besoj te kjo e parë, megjithatë ti tash te kjo e para te kjo e para kam filluar të besoj më shumë. Kjo është temë që nuk është se ne e dim tash. Që është pjesa serioze e gjës. E ka kuptuar zotëria që herët thotë e kam kuptuar. Gjithë e kemi kuptuar, di pse ajo. Për shembull, po ti ishe një njeri me pak mend atëherë, ti shifje këtë dhe Gramos Pashkën, njëri djali i Pashkës që kishte çdo gjë pa bër, që dilte them të çeku i bardh, që është një idiotësi në vete. Mos e si thon ekonomisti zoti aty, unë nuk e di, por me këtë që ka deklaruar ky është një skandal. Deklaronte atëherë. Që është kaq idiot. Të tush hajt ta prishim ta bëjmë. Tu kesh një mal me para, mos je ç'bën gjën ti. Kush ta jep atë malin me para, tu se ke qefti një ditë bukur. Duhet jesh ose futur domon fantazist i madh ose ti je ignorant me. Nëse nuk e kish në kuptimin literal të fjalës ajo të gjë. Po ajo fjala e këtij shkruajnë dhe i dëmtuar. Nëse profesorin e kemi dar sport, po çekun e bardh e ka thënë. Po e ka thënë, ose mori. Po s'doli çeku bardh. Ajo fjala e çekut bardh dhe diçka çojmë. Në kuptimin që vjen shoqëri. Duhet asgjë se do marrim. Një shoqëri lirie dhe një ekonomi tregu. Të jesh lart të deklarosh gjëra, ti nuk ja di fundin pasojave poshtë. Që mos ta mbrojmë, shumë i mirë Gramos Pashkë. Jo. Në një rrjedhë normale, do ishte disidenca të vinte dhe këtë pritshim në atë kohë, që normal do vinin disidenca. Imagjino po t'ishte atë Zefllumi kryeministër. A kupton kush do ishte demokracia? Në një pjetër arbnori patëm nga shtresa e djatë dhe pam se sa njeri pozitiv ka qenë. Dhe e pam për fatkeqe dhe si përfundoi. Në 2005. Pra çfarë du të them, ose në atë kohë, diti që bërtite presidenti është me ne, presidenti rrof presidenti. Ka e di më si se di më Ipsa. Tash këta janë absurde, ne kemi filluar me absurd demokracinë, tash kur ta fillosh me absurd demokracinë dhe ta ndërtosh mbi absurde, pastaj del një ditë bukur e thua, kjo ndërtesa jon, çfarë është kjo ndërtesë, kështu që lëviz. Që të jam Beko, Ipsa një flet me pasion akoma, po ta thash, unë kam e vi me dilemë. Po dakor, gjithë në dhimbse me thënë vërtetën Ipsen. Po ideja është si ta marrim me humor, ta marrim me seriozitet, akoma kjo është pikpyetja më. Kise ke pa që ky s'qesh disa kohë çau humori merr. Varet nga momenti në cilën gjendesh. Për shembull, nëse ke qef që të japësh pak vetes buzëqeshje ose qeshje të brendshme, e merr me humor këtë pjesën e fundit, por nëse të ka dhënë zgjidhje nuk është se ka. Po pra, nëse të ka dhënë lëkura pastaj, edhe lëkurën tënde e ke identifikuar me atë parti, siç kemi qenë unë Ipseni dhe pas nesh Drezi i Zonjushës këtu,
të dhimbset pastaj, dhe kjo pastaj ti fillon e shikon në të gjitha dimensionet e tjera, vetëm në dimensionin qesharak jo të problemit. Por në fund fare, pastaj jeta e tillë është dhe përderisa nuk e ndryshojmë dot, do ta marrim me të qeshur. Për shembull, unë bëra një status që parë dhe pash që pati goxha reagime, ku e quaja që gara në datën 8 maj, nuk po e djega të pjesën tënde, se ajo është për ty, po pjesa tjetër, gara në 8 maj do të jetë një estradë që do të... Në 23, me 8 kemi revolucionin. Po, me 8 kemi revolucionin, po. Në datën 23 ka për të qenë... 20 e dirama. Po, ka për të qenë një garë midis Salës dhe Selës. Me qëra fjalla, të ndjekim pak... Natyrisht, kjo komedi ka për të qenë, sepse ai komedi për luat për para... Komedia për jo, realiteti sot është Alesja Balliu është out, Evi Kokelaret është out, Saljani është out, Mere Mesela është me sa duket kandidatja e vetmi rivale serioze përballë Sali Berishës. Ndjekim pak portretin e saj. Me syze dielli në këtë ditë me shi, kjo zonjë erdhi në Seli për të sfiduar Sali Berishën për kryetar të Partisë Demokratike. Quhet Mere Mesela, nga Fushkruja, mjeke epidemiologe në QSUT, me shumë eksperiencë në shëndetësi, por me pak rezultate në politikë. Dhe pjesa ku kam qenë kandidate për primaret, ku kam dalë me 43 vota. Roli drejtuese ja, nuk më dhan asnjëherë. Unë për fatin që punoj në qendrën spitalore universitare, jam mjeke epidemiologe, kam qenë drejtuese e parë e këtij sektori. Sektori është sektori i kontrollit të infeksioneve spitalore. Unë garoj për kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, në qoftë se populli i intereson shëndeti, jeta, ekonomia, arsimi, fëmia, jam një nga personat me gjithë backgroundin e duhur. Me Remia Dogar, por kur rebelët duan përballje me doktorin, ajo ka shumë respekt për profesorin. Balbetejën e keni me Sali Berishën? Unë kam shumë respekt për doktorin, se e kam koleg, profesor. Edhe pse me profilin më të ulët, sinjali i parë nga Selia Blu është se Meremja duhet të bëhet gati për garën me Berishën. Mere Mesela është demokrat, është antare e partisë. Është pritur, ka dorëzuar. A i plotëson kriterit, as i plotëson kriterit, është çështje e institucioneve. Kjo mund të jetë gara më gazmore në historinë e Partisë Demokratike, një epidemiologe që do të shpëtoj Partinë Demokratike nga berishizmi, apo do të kuroj edhe një herë fytyrën e vjetër të Berishës. Gjithsesi, gjetja mbetet historike, një mjeke përballë doktorit. A i plotëson të kriteret, se nuk e mora dhe? Një kriteret nuk i plotëson, sepse kanë nxjerrë 3 kritere, dhe tek 3 kritere, kriterin e parë, pa diskutim që zonja nuk e plotëson, sepse duhet t'jesh i spikatur dhe t'kesh pasur po s'ka pas poste drejtuese në nivel kombëtar, apo këtë pasur postet larta në Partinë Demokratike, shumë të larta, se kjo ishte kriteri parë, që këshim vendos një ndër 3 kriteret flasem. Kështu që mbetet në pritje tani se çfarë do vendosi faktikisht vendimarrja e Partisë Demokratike, por që pak rëndësi ka. E rëndësishme sot nuk është zonja në fjalë që ka shpallur kandidaturën, por fakti që Sali Berisha do garoj me veten, fakti që Sali Berisha ka uzurpuar Partinë Demokratike dhe po e përdor atë si mburoj ndaj institucioneve të drejtësisë dhe pa diskutim për interesat personal dhe familjar. Sot është fatkeqësi e madhe që e din gjithë shqiptarët që me Sali Berishën Partia Demokratike nuk fiton. Sali Berisha bën kontradikt me veten duke bërë një retorik nga mëngjesi deri në darkë pro-perëndimore, ndërkohë ka çdo derë të mbyllur me ndërkombëtarët. Ky është realiteti. Ky është realiteti. Ndërkombëtar demokrat. Albana Vokshi e ka zëvendës presidente atje. Tani, Albana Vokshi është diçka tjetër, raporti i Partisë Demokratike, i leadershipit Partisë Demokratike me ndërkombëtarët është i mbyllur. Si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si edhe në Londër. Dhe pa diskutime një mbyllje nga ndërkombëtarët dhe pa diskutime një luftë kundër drejtësisë, Partia Demokratike nuk ka se si të ngjallë shpresën përfitore tek shqiptarët. Sot praktikisht sokol kemi Nenin Berisha, ku kryetari duhet të jetë non grata dhe nuk duhet larguar kurrë. Dhe nga ky moment që po flasim, pa dashur të zhvlerësoj as zonjën as dikë tjetër, Partia Demokratike do kthehet si një mburoj
për të sulmuar dhe për të sulmuar SPAK-un dhe për të mbrojtur Sali Berishën dhe familjen Berisha nga institucionet e drejtësisë. Tani, unë pa diskutim që kam folur dhe do vazhdoj të flas, do vazhdoj të bëj betejën time sa i përket anës juridike ligjore, por kjo është një procedurë që unë s'kam dashur ta bëj kurrë personalisht, si aktiviste mbi 12 vite në Partinë Demokratike, por në mungesë të garës, në mungesë të meritokracisë, në mungesë të lirisë që demokratët zgjedhin kandidatin që ata duan, unë pa diskutim që do t'i drejtohem gjykatës duke ju referuar statutit të votuar nga 10.000 antar dhe 5.000 delegat. Në gjykatën e PD-s apo? Jo, të gjykata PD-s e kam depozituar në kërkesën. Po prisja dhe po presa fatet, sepse si avokate që jam... Sa është afati? Po, duhet të kishim kthyer përgjigje, 7 ditë kanë kaluar, unë do pres deri ditën e fundit që të kthejmë përgjigjen. Ajo zonja që është kryetare aty, unë e dëgjova sot në televizion, gati ka dhënë përgjigjen ajo. Foli sot në televizion ajo, kështu që po ju do presi zyrtarisht. Një sekond, nuk është kryetare për saktësi edhe të publikut që është duke na ndjekur, sepse dha dorëshën kur garoi për avokatin e popullit. Tani se këto i bëjmë procedurat që duan vetë. Po kë kanë zgjedhur prandaj që ka dhënë dorëshën. Bëjnë këtë procedurë dhe ndarë bëjnë një procedurë tjetër, kjo është çështje e tyre. Gjithsesi mua nuk më intereson se nuk është se pres në një përgjigje nga ana tyre, unë po ndjek anën institucionale, po pres digjet afati që kam përkthyer një përgjigje zyrtare formale, pastaj pa diskutim që do të drejtohem gjykatës për të penguar ndalimin e garimit Sali Berishës në krye të PD-s. Unë përtej të gjithave kush po vjen të kandidoj, kush nuk kandidoj e tjera, pyetja që bëhet sot nga shqiptarët është ajo që e bët ju në një moment të emisionit, pse Sali Berisha po e banalizon kaq shumë Partinë Demokratike dhe atë organizat politike që tek e fundit është një pjesë e balancës së demokracisë, siç e tha dhe Ibseni, në këtë mënyrë. Pra pse banalizon kaq rënd, kaq keq, ndërkohë që në gjithë botën demokratike, momenti i zgjedhjeve në një parti, pra kur vjen koha për të kryer zgjedhjet në atë parti, merret me shumë seriozitet, punohet për kohë gjatë, të paktën 6-7 muaj punë për të krijuar ekipin, për të krijuar tezat e reja politike, për të energjizuar partinë, për të hapur debatin brenda partisë midis konkurrentëve që atyre që do të bëjnë garën dhe pastaj që nga kjo garë edhe nga gjithë rezultati partia të dali realisht shumë më afër pushtetit, se tek e fundit ky është misioni i një partie politike, të afrohet tek pushteti dhe jo të largohet me kilometra të tëra. Pse e them këtë? Sepse sot kam ndjekur jo vetëm televizionet, debatet janë bërë, por mbi të gjitha kam ndjekur gjithë komentet, si në median e shkruar edhe në televizion edhe në rrjetet sociale, të qytetarëve shqiptarë, duke qenë se këtë popullin demokrat unë e njoh dhe peshën sociale, publike, profesionale që ka gjithë se kush nga ata, njoh dhe angazhimet i kanë pasur në të kaluar në PD, siç njoh dhe qëndrimet që ata patën në momentin e përplasjes që ndodhi në PD, që nga koha e kthimit Berishës për të marrë PD dhe deri në momentin që jemi sot. Çfarë vura re? Vura re realisht një reagim shumë të fortë, shumë serioz, natyrisht të pjekur, pra si mendim dhe si qëndrim të atyre personave të cilët deri dje kanë qenë mbështetës së fortë Sali Berishës. Flas këtu dhe për atë stres, atë fash intelektuale, e cila ka mbajtur qëndrim nga ne. Kryetari që ka qenë pishtari i demokracisë, i Fierit. Po them shumë, po them me shkrimtar, me gazetar, me po flasë për atë bazën e po, që në atë kohë dhe mua personalisht që dola dhe mbajta këtë qëndrim, që tek e fundit çfarë thash, unë në momentin e parë unë dhe disa të tjerë, fut këtu dhe Ibseni që ka dhe më para nga ne, kemi thënë që kthimi i Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike do ta ndajë Partinë Demokratike siç e ndau. Nuk do ta bëj as më të madhe, as më të fortë, as më të bashkuar, as më demokratike. Do ta zvogloj fare. Ne kemi thënë që Berisha do ta bëj bunker për të strehuar parallet e tij. Sot, nga dikush që më kundërshton deri dje, lexova që thoshte Berisha sot, Partinë Demokratike e ktheu në kullën e ngujimit për vete dhe për familjen e tij. Ke mua rastin konkret. Dhe shoh që një shkrimtar i cili ka marrë çmim kombëtar në vend që deri dje i burinderuar, demokrat i vjetër, me familje të persekutuar, deri dje ishte në krah të Sali Berishës, ka të paktën 2-3 muaj që e shoh në një tjetër reagim. Po Sali Berisha dhe tjerët nuk i lexojnë këto, nuk i shikojnë, nuk mendojnë ata që me këto veprime çfarë soja do të prodhojmë. Pra, me veprimet që bëjmë ne,
duke përjashtuar, duke larguar, duke mbyllur partinë, duke kthyer atë në një kullngujimi për vetë dhe për klanin. Po pikërisht. Dhe cilat do të jenë pasojat? Ndërkohë që mund të bënte tjetrën. Mund të bënte atë patriarku, se ky është patriark dhe prandaj nuk e duron dot faktin që të kanë konkurroj dikush dhe t'i marrin qoftë 10 apo 15%. Sepse patriarku e do ai kështu e konsideron veten dhe realisht brenda asaj partie, ai veten e konsideron patriark. Patriarku dhe pa natyrisht, unë them patriarku në kuptimin i ka kaluar një 10 breza. Mirë. Ti mos u fut në kuptimin e parë të kësaj fjale për të na shpjeguar pastaj se na emocionove sa do që të vish deri në patriark. Berisha brenda PD-s kështu e konsideron veten. Pra brenda Partisë Demokratike veten e quan tillë. Bile ka dhe zëvendës patriark, ka dhe njerëz që e quajnë zëvendës patriark të Berishës, për shkak të kohës së gjatë që kanë. Se tu tani, e shef, se tu pastaj, e shef që vjen ke mua fillon të qesh pastaj. Po unë thash, mos e merr në kuptimin e parë të fjalës.